që t'jemi prezent në eventin tuaj dhe në vlerësimin që juve ju bëhet. Sigurisht do doja që dy fjalë për shikuesit e dashamirësit tuaj dhe në mënyrë të natyrshme edhe një falenderim për ata që ju çmuan dhe ju vlerësuan për aktivitetin tuaj të sotme. Faleminderit. Unë dua të falenderoj në radhë të parë televizionin Apollon, u falenderit që me një telefonat na u gjendët. Në radhë të dytë dua të falenderoj sepse unë kam qenë trajneri i ekipit atletismit të Tarimit dhe alpinisti kategorisë parë direkt për pak vite dhe mund të ishim përmjeshtra sporti, po ndryshimi i sistemit bëri atë që ne nuk arritëm dot. Ne kemi dhënë rezultate të larta shumë në alpinizm. Kemi qenë 4 shok, këtu ka qenë Rajtila, Etem Loçi dhe Sino Xholi. Sino Xholi ndana edhe këto ditë dhe kemi patur shumë rezultate të larta. Në vendin ton ishte i vetmi ekip që ishte nga fshati. Mirë, po ne ishim shumë të përgatitur edhe nga vetë terreni që kemi. Tani, dua të falenderoj ekipin e alpinizmit, edhe ata të fëmijë që na kanë mbështetur gjithë kohën, se kemi pasur dhe ekip fëmrash, na kanë mbështetur neve dhe arritim atje ku ne nuk e mendoj. Për titullin qytetar nderit e Pelenës, mendon që është i vonuar apo? Unë nuk kam qenë shumë i këtyre gjërave. Për këtë unë falenderoj djemtë e fshatit Progonat. Ata janë merr me këto gjëra, unë kam shkuar vetëm punën. Edhe nuk i kanë dhënë, po djemtë e fshatit kam ulën, ne do të bëjmë. Dhe u falenderoj djemtë e fshatit, falenderoj Këshillin e Bashkisë, falenderoj Bashkinë e Pelenë, falenderoj dhe qark me Gjirokastrës. Ngreu bilbil, hith litar. Dale bej të dreth cigarë, se s'jam qanaku me dhall, po jam bilbili me pall. E prej këto, zëfill gjithashtu edhe legjenda e Hamid Gugës, Esmail Lesko Progonatit, e shumë të tjera. Bukuria dhe magjia e legjendave na ka bashkuar sot për një tjetër personazh progonatas, i ditëve të sotme. I mbrojtur me legjendat e krahinës e Kurveleshit, ai është modest, i thjesht e dashamirës, por puna e tij në dekada ka bërë që shoqëria të japë sot një vlerësim.